Këta janë mjekët tanë, infermierët dhe stafi mjekësor. Këta janë herojtë e përditshëm që luftojnë çdo moment kundër pandemisë, duke bërë të pamundurën për të shpëtuar jetë. Ata janë gjithashtu nëna, babai, motra, vllai ose fëmija e dikujt. Në fillim të pandemisë, po përpiqeshim të mësonim dhe kuptonim se me çfarë po përballeshim. Sa pacient tjerë do të kishim, sa të rënda do të ishin simptomat e tyre. A do të kishim mjetet e mjaftueshme për të kujdesur për ta. Duhet të mësonim me shpejtësi se si të kujdeseshim për diçka me të cilën nuk ishim ballafaqua kur më parë. Shpesh më ka qelluar të mos e shoh familjen për ditë me radhë, por ata e kuptojnë se sa e rëndë është situata dhe më mbështesin pa kursim. Shqetësimi kryesor është se njerëzit kanë filluar të jenë më të shkujdesur ndaj COVID-19, duke vënë në rrezik jetën e tyre dhe të tjerëve. Nëse heqim dorë prej mbajtjes së maskës, larjes së duarve dhe distancimit fizik, do të bijim në kontakt me koronavirusin dhe fatkeqësisht do të kemi më shumë mundësi të shtrohemi në spital. Dhe nëse nuk vazhdojmë të mbajmë distancën fizike, higjienën e duarve dhe mbajtjen e maskës që është me shumë rëndësi, numri i të prekurve dhe fataliteteve do të vazhdojë të rritet. Ata janë gjithmonë në vijën e parë të frontit në këtë betejë, duke ofruar punën e tyre të palodhur dhe duke rrezikuar jetën për ne. Respektoje sakrificën e tyre dhe je i përgjegjshëm. Çdo punonjës shëndetësor në çdo institucion mjekësor të vendit po punon pa rreshtur për të njëjtin qëllim të lartë, human e fisnik, për të mundur këtë pandemi dhe për të mbrojtur jetën dhe shëndetin të qytetarëve tanë. Por kjo betejë mund të fitohet vetëm me ndihmën e gjithë secilit prej nesh. Bëj pjesën tënde dhe mbroj veten, familjen dhe të tjerët.